Ditët e fundit, qyteti i Korçës është përfshirë nga rënja e ndjeshme e temperaturave e shoqëruar me mjegull të dendur, kryesisht në orët e para të mëngjesit. Këto kushte atmosferike po ndikojnë negativisht te personat që vuajnë nga sëmundje të mushkërive, duke shtuar vështirësitë në frymëmarrje dhe rrezikun për infeksione. Kjo është një klimë e disfavorshme për të sëmurët kronik, për të sëmurët me SPOK edhe me astmë, që është specifike për specialitetin tonë, sepse ajo e sikletshme është dhe për diagnozat e tjera, por për pjesën e mushkërisë është një nga disfavoret që shton klinikën me kriza marrje fryme dhe infeksione të përsëritura që bën. Sipas mjekes, personat me probleme respiratore duhet të shmangin daljet në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes për shkak të mjegullës dhe ndotjes së ajrit, si dhe të evitojnë ambientet me grumbullime njerëzish. Këshilla ime kryesore është që pacientët, kronikët sidomos, në orët e mëngjesit duhet të mos dalin. Por mendoj që dhe në orët e darkës nuk duhet të dalin, sepse në darkë kemi atë tymin e famshëm që kemi në Korçë, që ka filluar me ftohjen e kohës, veç kësaj që thamë që të mos dalin, duhet të kenë kujdes nga vendet ku ka grumbullime njerëzish. Ndërkohë, mjekët bëjnë me dije se numri i të shtruarve në sanatoriumin e Korçës mbetet i qëndrueshëm, por po vihet re një rritje e rasteve me viroza sezonale që kërkojnë kujdes të shtuar.